Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Trump takon homologun turk Erdogan në Ankara dhe kritikon aleatët e NATO-s. Jam i zhgënjur që më lanë të vetëm në përballjen me Iranin. Majoranca kritikon Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe konsideron si një nga hallkat më të dobta të drejtësisë. Vendimarrja ka qenë shpesh e diskutueshme. Rrezullohen sërish afatet e parabërgimit për Erion Veliajn, mbrojtja e kryebashkiakut të Tiranës e quan vendimin antikushtetues dhe thotë se do të apelojë. Policia sqaron dhunimin e të miturës në Fier nga bashkëmoshatarët. Njëra prej vajzave ishte arrestuar më herët pasi kishte keq trajtuar nënën e saj. 160 vatra zjarri janë regjistruar në Shqipëri në 2 javët e fundit. Flakët kanë shkrumbuar sipërfaqe të mëdha me pyje e bimësi. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Amerikan Donald Trump është takuar në Ankara me homologun turk Erdogan në ditën e parë të samitit të NATO-s. Ai shprehu zhgënjimin e tij me aleatët kryesor të aleancës që nuk e ndihmuan në luftën me Iranin. Trump nga ana tjetër foli me optimizëm për një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës. Dita e parë e samitit të NATO-s në Ankara u dominua nga takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologu turk Recep Tayyip Erdogan, të cilët kanë dhënë disa mesazhe të rëndësishme për aleancën, luftën në Ukrainë dhe marrëdhëniet me aleatët evropian. Trump përsëriti kritikat ndaj NATO-s duke zbuluar se kishte menduar të mos merrte pjesë fare në samitin e këtij viti. Isha shumë i zhgënjur nga NATO dhe veçanërisht me Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe Italinë, që nuk bën mjaftueshëm për të mbështetur luftën e SBA-s kundër Iranit. Sinqerisht, nëse nuk do të mbahej në Turqi, ku miku im është një udhëheqës dhe person shumë i fortë, ishte e mundur që unë të mos kisha marrë pjesë. Ndjeva se duhet të merrja pjesë për shkak të faktit se e di që ai ka dhënë maksimumin. Më pas, presidenti amerikan u ndal tek lufta në Ukrainë duke u shprehur optimist për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje paqe, edhe pse pranoi se në terren asgjë nuk ka ndryshuar. Mendoj se të dy duan të bëjnë një marrëveshje, është për të ardhur keq që u desh kaq shumë kohë, por mendoj se diçka do të dalë në dritë. Putini dhe Zelenski duan ta zgjidhin tani. Shpresojmë së shpejti. Presidenti amerikan u pyet gjithashtu nëse administrata e tij po shqyrton reduktime të tjera të trupave amerikane në Evropë, por ai shmangu një përgjigje të qartë. Po do ta shohim. Gjatë qëndrimit në Ankara, Trump komentoi edhe marrëdhëniet e tij me kryeministrin italiane Giorgia Meloni, duke zbutur tonet ndaj saj. Mendoj se ajo është një person i mirë. Në fakt, kemi pasur një javë të mirë. Patëm një marrëdhënie të keqe, u përkeqësua pak sepse ajo refuzoi të na ndihmonte përsëri. Refuzimi i saj për ta përfshirë Italinë në luftën kundër Iranit e prishi pak marrëdhënien time me të. Nga ana tjetër, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shprehu besimin se Ankaraja është pranë arritjes së një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara për blerjen e avionëve luftarak F-35. Ne besojmë se presidenti Trump ka bërë një premtim për këtë dhe shpresojmë që lajmet që i kemi marrë më parë do të testohen në mënyrë produktive drejt së ardhmes. Presidenti Trump ka qenë gjithmonë një njeri i fjalës së tij dhe shpresojmë që në lidhje me avionet F-35 do të kemi një rezultat të frytshëm dhe një vendim nga ky samit. Trump konfirmoi më pas se administrata e tij do të marrë së shpejti një vendim nëse do t'i shes Turqisë avionët F-35, pavarësisht ndalimit të vendosur nga Kongresi Amerikan. Ai shtoi gjithashtu se planifikon të heqë sanksionet e vendosura ndaj Ankaras pas blerjes së sistemit rus të mbrojtjes ajrore. Punimet e samitit ndërkohë do të vijojnë edhe të mërkurën, kur liderët e NATO-s do të diskutojnë mbi rritjen e përgjegjësive të vendeve evropiane për mbrojtjen e kontinentit. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Turqi, ku do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili zhvillohet në Ankara. Përpara punimeve të samitit, kreu i qeverisë shqiptare do të zhvillojë një takim me presidentin turk Erdogan, ndërsa do të marrë pjesë edhe në darkën e liderëve. Pjesëmarrja e kryeministrit në këtë takim vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë si antare NATO-s dhe koordinimit me aleatët për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Pak ditë më parë, qeveria shqiptare njoftoi rritjen e buxhetit për mbrojtjen për të përmbushur kërkesat e NATO-s.
Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video ku tregohen adresa të ndryshme në rrjetet sociale që mbajnë emra të rrem apo anonim. Sipas tij, këto profile kanë përdorur vazhdimisht një gjuhë urrëtieje ndaj tij dhe qeverisë. Kryeministri cilsoi ato si çorba e sorrave, korbave dhe kuzhinierëve nga lindja ku prodhohen shumica e helmit të urrëties digjitale. Rama gjithashtu lajmëron se së shpejti do të dalin edhe provat përkatëse. Fatmir Xhafaj kritikoi ashpër Këshillin e Lartë të Prokurorisë duke konsideruar atë një nga hallkat më të dobta të sistemit të drejtësisë. Në cilësinë e kryetarit të Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, Xhafaj tha se vendimarrja ka qenë shpesh e diskutueshme. 10 vite pas miratimit të reformës në drejtësi duket se ka ardhur momenti që qeverisja e sistemit të drejtësisë të nisi jap llogari për arritjet dhe dështimet. Politikani që në emër të Partisë Socialiste udhëhoqi reformën drejtësi Fatmir Xhafaj nuk i kurseu sot kritika ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili raportoi në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Se të gjithë thonë qeveria, po qeveria juaj askush i kërkon llogari qeverisë suaj. Po shqiptarë nuk kam se i kërkojnë llogaria sa qeverisë që shkteja. Për çështjen e stokut, për çështjen e cilësisë së hetimit, për çështjen e shkeljes së drejtave të njeriut, jeni ju qeveria. Ju jeni ju qeveria. Nuk janë ata. Xhafaj deklaroi se Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një prej hallkave më të dobta të sistemit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ndoshta mbetet një nga institucionet më të dobta të sistemit të drejtësisë aktualisht në Shqipëri. Për shkak të faktit që shumë çështje që lidhen sot me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrjet e vonuara, nga vendimarrjet të diskutueshme. Xhafaj replikoi me kryetarin e KLP-s, e cila theksoi se problemi më i madh në sistem janë vakancat e krijuara si pasojë e shkarkimeve nga procesi i vettingut. Kjo është një situatë që ju e keni ditur se ligji, kushtetuta dhe ligji kanë qenë aty. Keni qenë pa aftë të bëni llogaritë të kësaj natyre, apo ka një lloj papërgjegjshmërie në trajtimin e këtij problemi. Për sa kohë që ju gjatë vitit kaluar keni kërkuar shkollës magistraturës vetëm 12 kandidatura. Kur ju kishit gjithë mundësinë të kërkoni 20, 24, 30 nga shkolla magistraturës. Ju vetë, ndërkohë që keni rreth 100 e ca vakanca. Ne kemi pasur debate edhe të forta për numrin e magjistratëve. Unë personalisht kam propozuar numrin maksimal të vakancave, por kjo qasje nuk u vlerësua nga Këshilli në shumicën e anëtarëve të tij. Reforma e drejtësisë u miratuar në 22 korrikun e vitit 2016 me 140 vota pro. Për shkak të procesit vettingut, i cili largoi nga sistemi një pjesë të prokurorëve gjyqtarëve, të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë janë ankuar në parlament për vakancat, të cilat sipas tyre kanë ndikuar në rritjen e numrit të dosjeve që mbeten pa shqyrtuar e në kohën e gjatë që duhet qytetarëve të marrin drejtësi. Libri Dosjet shqiptare me rrëfime dhe projekte të arkitektëve të huaj do të dërgohet në SPAK nga opozita, i shoqëruar me një padi ndaj kryeministrit Rama. Sipas Berishës, libri ka prova që tregojnë se Rama ka shkelur ligjin me pronat publike, sidomos në Bregdet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të çojë në SPAK një padi për librin me projekte të arkitektëve të huaj që u bë publik pak ditë më parë me emrin Dosjet shqiptare. Në një konferencë me gazetarët, Berisha përshëndeti vendimin e protestuesve të cilët gjithashtu çuan këtë libër në SPAK, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po e trajton Shqipërinë si pronën e tij, duke u adorëzuar sipas Berishës Bregdetin bandave kriminale. I garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK, dhe kjo dhe njëherë për ne konsiderohet dosja më kriminale. Kryetari PD-s komentoi disa foto të cilat ai pretendon se u përkasin punimeve që po bëhen godinën e kryeministrisë, duke akuzuar Edi Ramën se po shpenzon qindra mijëra euro për këtë çështje. Denoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë ose të haremeve, ose të kinemave të seksit në Pigalle.
Atje I kam pa unë këto. Berisha përsëriti se opozita mbështet kërkesat e protestuesve, ndaj ka dorëzuar zyrtarisht në parlament draftin për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, shfuqizimin e paketës së maleve dhe anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe në ato për trashëgiminë kulturore. Kryetari i PD-s sqaroi se deputetët e opozitës nuk do të shkojnë më në seancë plenare derisa këto propozimet futen në rendin e ditës, e demokratët do të marrin pjesë vetëm në mbledhjet e komisioneve. Mbajtja e tyre pa I paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim I të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Parlamenti do të mbyll punimet në datën 23 korrik dhe në kalendarin e punës këto propozime të Partisë Demokratike nuk janë përfshirë. Ndaj pritet që deputetët demokratë të bojkotojnë seancat plenare deri në fundin e këtij sesioni. Pas videos publikuar në rrjetet sociale, policia e Fierit ka sqaruar ngjarjen e rëndë ku 3 vajza dhunuan bashkëmoshataren e tyre. Mësohet se ato janë proceduar, ndërsa një prej të miturave ishte arrestuar më herët për dhunë ndaj nënës së saj. Ngjarja e rëndë ku 3 vajza adoleshente kanë dhunuar një 17 vjeçare në një banesë në Fier ka tronditur opinionin publik pasi pamjet e dhunimit të saj u bën virale në mediat sociale. Pamjet e filmuara një muaj më parë nga njëra prej adoleshenteve tregojnë 17 vjeçaren duke u goditur me shuplaka dhe grushte. Ngjarja është raportuar në policinë e Fierit, ku menjëherë pas kallëzimit të 17 vjeçares së dëmtuar në datën 8 qershor janë kryer veprimet hetimore, ndërsa prokuroria ka nisur procedimin për veprën penale, heqje e palishme e lirisë në bashkëpunim për të 3 vajzat. E tronditur e ëma e vajzës rrëfen gjendjen e rënduar të saj. Po ja, sante buk, donte gjumë gjithë ditën, rinte fjetër, qante, frik, erdhen, shikonte na rruga, se mos vinte dikush. Goca ime po ulëret, goca ime po kërkon ndihmë. O ma, shikosh video ti kam këtu në telefon. Kjo gocë thash po më kërkon mua ndihmë, se nuk jam pranë saj thash. Ajo tregon edhe momentin kur I ka denoncuar vajzat në polici. Mi hodhën video, ti kisha në telefon, shkova në polici, kërkova oficerin e policisë. Ndoshta dhe ato nena nuk din gjë. Dhe nuk dinin gjë, por çdo kush ta kthej thikën nga anë e tij. Çdo kush. Sepse unë ato fëmijë mezi kam rritur. E ushqej me pikat e qumshit. Ngrihet burri në orën 4 vete në punë. Edhe më dhunon mua vajzën. 2 vajzat që ushtrojnë dhunë ndaj të dëmtuarës, 19 vjeçaria Leonela Lamaj dhe 15 vjeçaria tjetër që duken në pamje, dyshohet se vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Këtë e ka pranuar e ëma e njërës prej vajzave të mitura, ndërsa për ta provuar ajo publikon një kartel mjekësore që mban datën 7 prill të këtij viti. Përballë pamundësive ekonomike për të financuar trajtimin e specializuar, familja u bën thirrje institucioneve shtetërore që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë në kurimin e vajzës, me shpresën se ajo do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe psikologjik. Ndjes prindrit sa asaj gocës, se sikur të më kishte ndodhur mua, jam shumë e prekur, sikur t'ja kishin bërë fëmijës tim, e kemi çuar, po prapë në probleme është se përballoj dot, s'kam kushte ekonomike. Sipas policisë, në datë 28 qershor është arrestuar njëra nga adoleshentët e përfshira në dhunimin e 17 vjeçares. Arrestimi u bë pas kallëzimit të nënës së saj, e cila deklaroi se ishte dhunuar nga vajza duke I shkaktuar dëmtime fizike. Pas procedurave përkatëse dhe bazuar në vlerësimin e autoriteteve kompetente, e mitura është dërguar për trajtim në një institucion shtetëror të specializuar për shëndetin mendor në Tiranë. Afatet e paraburgimit për Erion Veliajn janë pezulluar sërish nga gjykata e posaçme. Mbrojtja e kryebashkiakut të Tiranës e quajti vendimin antikushtetues dhe bëri të ditur se do ta ankimojë sërish. Gjykata posaçme në seancën e kësaj të martë pezulloi afatet e paraburgimit për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Avokati Planen Dreca e quajti një vendim antikushtetues, duke nënvizuar se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetut. Vetë kryebashkiaku nuk ishte I pranishëm në këtë seancë, pasi refuzon të qëndrojë në kafazin e Qelqit.
Duhet vlerësoj bazuar në kushtetut pasojat e këtyre lloj vendimesh që tashmë janë krijuar si precedent në dinjin time është edhe një gjyqtar i gjykatës apelit të posaçëm që e ka quajtur në gjykatë kushtetuese pikërisht këtë proces, pikërisht këtë precedent, dhe ne do vijojmë kërkesat tona deri kur gjykatë kushtetuese të marrim atë që na takon, siç kemi bërë në vijim dhe siç ka rezultuar që kemi pasur drejt sa herë ne kemi ngritur pretendimet që kanë lidhje me respektimin e standardit kushtetues. Më herët në seancë, gjykata posaçme rrezoi dhe kërkesën e Ajola Xoxhës, e cila përmes një shkresë kërkoi nga tokat e zeza pezullimin me 63 ditë të shqyrtimi gjyqësor. Ka qenë pala mbrojtëse e Xoxhës, që ka paraqitur kërkesën e saj përpara tokave të zeza. Xoxha argumenton se nuk mund të ushtrojë në mënyrë efektive të drejtën e mbrojtjes dhe ndaj kërkon shtyrjen e procesit deri në përfundimin e lejes së lindjes. Por SPA ka kundërshtuar kërkesën. Prokurori Altin Dumani tha se ligji parashikon shtyrjen e seancës, por jo pezullimin e gjykimit për shkak të lejes së lindjes. Ndër të tjerë, Dumani tha se gjykimi ka nisur që në muajin shtator, por Xoxha asnjëherë nuk është paraqitur në seancë, duke shtuar se nëse gjykata posaçme e konsideron të domosdoshme praninë e saj në gjyq, atëherë çështja ndaj saj të ndahet veçmas nga ajo bashkëshortit Erion Veliaj. Pasi u tërhoq për vendim, gjykata rrezoi kërkesën për pezullimin e gjykimit me 2 muaj dhe vendosi të shtyjë seancën e kësaj të martë, me arsyetimin se duhet t'i jap Xoxhës mundësinë për të qenë e pranishme në proces. Sipas trupit gjykues, raporti lindjes nuk përbën raport pa aftësie për punë, ndaj nuk ekziston baza ligjore për pezullimin e gjykimit. Seanca radhës u vendos të zhvillohet në datën 21 korrik. Një 33 vjeçar është arrestuar nga policia i akuzuar për aktet e dhunës pak ditë më parë ku sulmuan ambientet e komisariatit numër 3 në kryeqytet. Ndërkohë blut kanë vendosur në nënhetim në gjendje të lirë 7 persona të tjerë, ndërsa 4 protestues janë në kërkim. Ata akuzohen për 8 vepra penale, thirrje publike për veprime të dhunshme, shkatërimi pronës, goditje për shkak të detyrës, kundërshtimi punojësit të policisë, mosbindje ndaj policisë, prishje e rendit dhe qetësisë publike, pjesëmarrja në grumbullime të palishme dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve. Të shtunën pas përfundimit të fjalimeve, disa protestues u zhvendosën para komisariatit numër 3, ku kërkuan lirimin e të arrestuarve. Disa prej tyre me maska sulmuan komisariatin duke thyer xhamat dhe duke shkatëruar dyert. Kryeministri Rama vlerësoi ndryshimet e mëdha që janë bërë në sistemin shëndetësor. Ai foli për standarde të reja që sot ka nevojë të çohen më tej për të garantuar cilësinë e shërbimit. Sistemi shëndetësor për kryeministrin Edi Rama është përmirësuar në krahasim me vitet e kaluara. Megjithatë, ai pranoi se ka ende hapësirë për ndryshime për të garantuar më tepër shërbime cilësore. E nisëm punën me infrastrukturë jashtë çdo standardi. Kemi bërë goxha punë për të rindërtuar. Kemi bërë goxha punë për të hapur realitetet e reja me standarde të reja në sistemin tonë shëndetësor publik dhe kemi bërë shumë për të nxitur më tepër mjekët dhe infermierët dhe kemi punuar shumë në përgjithësi për të kaluar nga një sistem që ishte realisht dështim i madh për një periudhë të gjatë vitesh në një sistem që ka nisur të rrugëtojë drejt asaj që është me legitimitet të plot, ambicia e qytetarëve shqiptar. Por ama, kemi ende shumë punë për të bërë për të mos garantuar me vetëm një bazë, por për të garantuar cilësi shërbimi. Gjatë prezantimit të një projekti italian për një qendër spitalore, kreu i qeverisë theksoi se tashmë është prioritet përmbushja e kërkesave të qytetarëve. Është një sektor me shumë sfida, me shumë vështirësi. Është një sektor që kërkon përpjekje të mëdha nga këndvështrimi financiar, nga këndvështrimi i reformave që duhet të zbatohen. Por ama, është gjithashtu një sektor që duhet të ketë atë që duhet të ketë, për të qenë në lartësinë e kërkesës së qytetarëve. Kjo është ajo që duam të bëjmë. Më herët qeveria bëri me dije se do të kesh shtim të buxhetit në sektorin e shëndetësisë, që parashikon rritje pagash për personelin, si dhe shtim të parave për parnat mjekësor. Në vetëm 2 javë në Shqipëri janë regjistruar 160 vatra zjarri që kanë shkrumbuar sipërfaqe të mëdha me pyje e bimësi. Autoritetet bën të ditur se janë arrestuar edhe disa nga personat përgjegjës për këto zjarre. Nga data 22 qershor e deri më tani, në vend janë regjistruar 160 zjarre, prej të cilave 127 kanë përfshirë sipërfaqe me bimësi, ndërsa pjesa tjetër kanë qenë zjarre urbane. Vitet e para të muajit qershor dhe të muajit korrik me temperatura të konsiderueshme kanë vënë në provë dhe në test një angazhim të strukturave vendore, rajonale, por dhe kombëtare. Qendra kombëtare e emergjencave civile
me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile është në godishmëri 24/7. Nga policia e shtetit u bë me dije se janë identifikuar persona me precedent penal, si dhe individ që do të mbahen në monitorim për të parandaluar raste të ndezjes së qëllimshme të zjarreve. Janë ngritur dhe databaset duke evidentuar gjithë persona me precedent kriminal, në ndërndike penale, po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat me pyje, me aktivitet bletërar, po kështu evidentuar dhe persona me precedent kriminal për kultivime bime narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi ta hapin gjithmonë tokat e reja. Drejtori i mbrojtjes nga zjarri Arben Cara u bëri thirrje bashkive që të krijon korridore dhe rrugë hyrëse për ndërhyrje. Një gjë shumë e rëndësishme dhe hapja e rrugëve, krijimi i korridoreve që ta duhet marrën në vit pas viti. Aty ku mjetet e zjarfikse aksesojnë me mjete, në çdo rast zjarri vjen në kontroll. Gjithashtu, në gatishmëri janë shërbimi paraspitalor dhe 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin, veçanërisht në zonat turistike dhe malore. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.